Poshtë rrugëve të Durrësit nuk është vetëm qyteti që shohim sot. Është diçka tjetër, diçka më e vjetër, më e heshtur, më e thellë. Një qytet i varrosur nën qytet. Shumë njerëz ecin këtu çdo ditë. Shkojnë në punë, flasin, jetojnë, pa imagjinuar se çfarë ndodhet poshtë tyre. Sepse nën asfalt fshihet historia. Ky është amfiteatri i Durrësit, një nga më të mëdhenjtë në Ballkan. Dikur nuk ishte heshtje këtu, kishte zhurmë, mira njerëz të mbledhur në një vend, ulërima nga turma, zhurma e betejave, gladiatorë që hynin në arenë pa e ditur nëse do të dilnin gjallë. Ky vend jetonte, por koha nuk kursen asgjë. Sheku i kaluan, toka filloi të mbuloi ngadalë. Një shtresë mbi tjetrën, si të donte ta fshinte nga kujtesa. Tërmete, luftra, hares, dhe pastaj heshtje totale. Amfiteatri u zhduk, jo nga historia, por nga sytë e njerëzve. Për shekuj të tërë, askush nuk e dinte se çfarë fshihej poshtë Durrësit. Derisa një ditë, gjatë punimeve moderne, diçka u thye nën tokë. Muret lashtë u shfaqen, një botë e humbur nën qytetin modern. Sot ti mund të ecësh mbi të pa e ditur, mund të kalosh pranë tij pa e parë, por poshtë këmbëve të tua, historia ende ekziston duke pritur në heshtje.